Edhe ujku kur është i ngopur, thot Albano, nuk të hamë, nuk e di çfarë specie pa ngopur jeni ju, vetëm një revolucion alla francez me giotinën si ëmbëlsirë në fund ju bën ndërman. Ashtu si shenjë të mbledhur dhe gjithë bashkë. Ti gjë Albano. Unë nuk e di për çfarë ke fjalën konkretisht, po sepse u lidhen dy komente njëra pas tjetrës, sa po i shpjegoja Samiut disa gjëra lidhur me veten time. Unë kam vetëm një pangopsi ti Albano që të hemi vesh bashkë, vetëm një kam. Dhe e kam shumë të madhe. Nuk ngopem duke parë Shqipërinë që të respektohet dhe duke parë Shqipërinë që të përmirësohet dhe të forcohet. Nuk ngopem. Po ti nuk e kupton dot. Ti nuk mund ta kuptosh dot me këto që shkruan, ti ke problem shumë të madh. Nuk kupton dot se për çfarë flet në rastin konkret. Kuptove? Kuptove këtë gjë. Sepse kjo muhabet ha, i ngopur, i pangopur është muhabet njerëzish që ose në jetën e tyre i bëjnë këto gjëra për cilat akuzojnë të tjerët dhe ka dhe një lloj ndjenje xhelozie në këto lloj fjalësh, pra ti me siguri duhet har shumë si tip, edhe të duket sikur të tjerët bëhan më shumë, edhe thua nga këto gjëra, nga këto budallëqe. Në qeverisjet e viteve që lam, dobësia jote si kryeministër ishte Hagim Tiçe. Besimit e prurë në ministrave dhe varcëve të punës dhe projekteve ku ata abuzuan me besimin tënd. Kjo i uli reputacionin shumë nga skandalet në hetimet e SPAK. Më e mira që mund të bësh mandatin tjetër ministerial është kontrollosh rreptësisht ministrat dhe varësit për çdo projekt dhe punë. Kurse një kompliment nga unë je si përori pa krahasueshëm në politikën e jashtme. Faleminderit, sa respekte. Okej, faleminderit për këtë të fundit. Ndërkohë po të shpjegoj që as me ligji nuk e lejon që unë të bëj kontrole kështu si që imagjinon ti. As me zakon, po as me logjik, që nuk funksionon kështu. Dhe mos harro që hetimet e SPAK-ut i solli përpjekja dhe rezultati i përpjekjes time me vedije të plot së bashku me skuadrën time të Partisë Socialiste për të bërë reformën në drejtësi, për të hapur rrugën e pastrimit të sistemit drejtësisë nga një llum i madh, edhe pse ka llum akoma nuk diskutohet, po nga një llum shumë i madh që ishte mbledhur në fyt të kombit shqiptar dhe të shtetit shqiptar, për të ndërtuar institucionet e reja dhe për të bërë të pa mendueshmen dorëzimin e shpatës së ndëshkimit në duart e drejtësisë. Shpatën e ndëshkimit, se nuk e kam këtu, nuk e kam marrë këtu atë zonjën e drejtësisë, se jam i dashuruar me të. Shpatën e ndëshkimit, që e ka ajo zonja e drejtësisë, simboli i vjetër i drejtësisë, është një grua që ka shpatën, ka peshoren, ka dhe sytë e mbuluar. Atë shpatën e ndëshkimit në Shqipëri e ka pasur historikisht pushteti politik, e kanë pasur qeverit, e kanë pasur të parët e qeverive, e ka pas mbreti, e ka pas diktatori, e ka pas këneta, dhe e kanë përdorur për të ndëshkuar si pas oreksit politikës. Me vullnet plot, unë luftova dhe ja dola që ta dorëzojmë atë shpatë në duart e drejtësisë. Po në momentin kur pushteti politik dorëzon shpatën e ndëshkimit në duart e drejtësisë, i hap rrugë një historie komplet të re. Dhe vë edhe veten e vet, qafën e vet, në dispozicion në rast se shpata kërkon qafën e vet të pushtetit.
për bëma të cilat natyrisht janë të ndaluar. Tani ne kemi probleme me cilësinë e drejtësisë, por janë probleme të rritjes. Dhe patjetër që ka shumë gjëra që nuk shkojnë, por ama këto hetimet që thua ti nuk duhet ulin reputacionin tim. Përkundrazi, duhet ju konfirmojnë të gjithëve se sa i pangopur jam unë për ta parë Shqipërinë lart, për t'i parë shqiptarët të jenë si ata që i kemi parë gjithë jetën nga shumë poshtë lart, dhe për të pasur këtu një vend të drejtë dhe për të qenë të barabartë para ligjit. Dhe kjo do kohën e vet, do luftën, dhe kjo nuk bëhet se bën ti një parti dhe del atje edhe i thua hajde bëhemi bashkë tani ta pastrojmë, ti vëm giotinën, ti bëjmë këto, janë marzira. Kjo bëhet kështu dhe vetëm kështu siç po e bëjmë ne. Kuptove? Kështu që nuk ka një vend në botë që të ketë fituar imunitet të plot ndaj tundimeve të X-it dhe të Y-it për të futur dorën aty ku s'duhet. Por ama shpada e ndëshkimit, peshorja në duart e drejtësisë dhe pamësia e drejtësisë janë garantët. Kështu që kryeministri, qeveria, partia në pushtet nuk jep llogari pse njëri tjetri apo tjetri vajtën dhe futën duart aty ku s'duhej dhe prekën pasurinë e përbashkët. Por përgjigjet për mënyrën si reagon, për mënyrën se si bashkëton në një situatë tillë. Dhe ne kemi bërë zgjedhjen tonë. Ne jemi në krahun e drejtësisë. Nuk bëjmë avokatinë askujt. Natyrisht që kemi filluar në një proces të ri ku do t'i japim opinionet tona me zë të lartë për cilësinë e drejtësisë. Që ajo shpata të mos kthehet në një forcë dëshkimore abuzive, që ajo peshorja në dorën tjetër të zonjës drejtësisë të funksionojë, që gjykata të funksionojë dhe jo të notarizojë çdo gjë që kërkon prokuroria, se për këtë punë janë gjykatat, dhe që prokurorët dhe gjykatësit të jenë të verbër, pra të paanshëm, të drejtë. Kuptove? Je i vetmi që ju dëgju zëri Shqipërisë dhe bëre që turizmi të ketë sukses. Jam me PD-n. Trego fakte e ka emrin. Por nuk do votoj bufin e kënetës që na e ka shpif. Ka 100 vjet që në 90-ën dhe s'do votoj fare. Respekte për ty. Tani ti e di vetë se ç'do votosh, po ishte e bukur shumë me një tjetër. Me një që ka të njëjtën dhimbje që ke ti, kushdo qofsh, të uroj shëndet, i cili është një person që unë nuk e njoh personalisht, por një emigrant shumë i suksesshëm. Një emigrant shumë i suksesshëm me një kompani, me shqiptar të punësuar etj. Dhe më thot njëri nga këta tanët, organizatorët tanë, që e kishte patriot nga zona e vetë, që e kishte akush pi kafe, dhe ky ishte thënë unë po i bëj ca regjistrime se do ja jap në Itali ky, se do ja kthej Edi Ramës atë që ka bë për ne këtu në Itali, se na ka ngrit kokën, edhe s'kemi më as një lloj stresi, po përkundrazi, kudo ku shkojmë e takojnë, Prioministru, Albania, turizmi, Edhe i thot, më erdhën këta të mitë. E më thonë, shiko, duam të na bësh sa regjistrimi, tash po i bëj. Po mirë, na jep këto listat, na jep listat se
ti fuzim aty se duhet me ja tregu bufit që po bëjmë. Jo, e tash, si ju jap lista dhe unë, se si kam për ju. I kam për Edi Rama. I thonë këta, si për Edi Rama? Po ti jemi PD-n. Po unë me PD-n jam, i thotë. Po s'du ata. Me PS s'bojmë kur, po duhet Edi Rama. Kështu që menoj herë dhe ti këta. Se këtu nuk është çështja e PS-s ose e PD-s, PD-a. Vërlë do me thënë, po këtu s'është çështja e PS-s ose PD-s, këtu është çështja e Europës ose e kujtim gjuzit. Është shumë e fortë kjo midis Bashkimit Evropian dhe kujtimit. Edhe unë kujtimin e njoh, edhe se rri dhe themore qa ka madhështore në gjithë këtë. Vetëm një gjë madhështore ka, mustegjet e kujtim gjuzit. Po t'ja shofësh, janë madhështore. Dhe përtej shaka, si në rast është më shumë se gjysmë të vërtetës, këtu bëhet fjalë për gjë shumë serioze. Bëhet fjalë për të futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Shqipërinë, të gjithë bashkë, socialist, demokrat, pa parti, fëmijë, të moshuar, etj., të gjithë bashkë. Për t'i dhënë fëmijëve tanë, mosh zotëri i nderuar apo zonjë nëse nuk e di, për t'i dhënë pasaportën e Bashkimit Evropian. Jo lirinë e lëvizjes, por të drejtën e qëndrimit ku ti teket shqiptarit dhe të gjitha të drejtat që burojnë nga të qenit qytetar të ati komuniteti. Për ta bërë Shqipërinë në raport me çdo vend tjetër i vjen ti nga Shkodra apo nga Tepelena në Tiranë për punë, ose për të mbaruar një punë, njësoj, për ta bërë Shqipërinë si një bashki brenda këtij perimetri ku të tjerat, gjitha vendet janë si bashkitë brenda Shqipërisë, bashki më të mëdha, bashki më të vogla, bashki të vogla fare, por ama janë njësoj. Ky është 11 maj. Zoti kryeministër në vitet 2014-2016 pati një fluks të madh të largimit qytetarëve nga vendi për shkak të kushteve të vështira ekonomike, të punësive për të jetuar një jetë bazike dhe shumë tjerë për shkak të sistemit të shëndetësisë. Për më shumë se një dekadë pushtet, cilat janë masat konkrete që keni ndërmarrë ju për t'ju krijuar shqiptarëve arsye të forta për të ndërtuar të ardhmen në Shqipëri? Dgjoj. Është e vërtetë që në atë periudhë pati një fluks të shtuar sepse ishte kriza e madhe e emigrimit dhe e dyndjes emigrantëve në Europë dhe u hapën shumë kanale për të arritur me shpejtësi dhe për të shfrytzuar atë krizë duke u vendosur në Gjermani. Kjo është e vërtetë. Tani, këtu shkop magjik nuk ka i dashuri. Unë di që çfarë kemi bërë ne nuk e ka bërë askush. Dhe ta them këtë me fakte. Dhe askush më parë. Po të them që buxheti i shëndetësisë, kur ne morëm detyrën, ishte rreth 250 milion euro. Sot është 760 milion euro. Trefish. Po të llogarisësh buxhetin për mbështetjen sociale, se ne kemi bashkë shëndetësia dhe mbrojtja sociale, ishte 130 milion. Sot është 260 dhe të dy bashkë janë 1 miliard, për shëndetësi dhe mbështetje sociale janë 1 miliard euro. 600.000 shqiptarë të pasiguruar marrin shërbimin shëndetësor falas, njësoj si tjerët, dhe pse s'kan paguar ndër vite kontributa se s'kan pasur mundësi. 53 spitale të reja të ndërtuar, nuk i nga ndërtuar askush, asnjëherë. Asnjëherë.
53 spitale të reja të ndërtuara, 10 nga të cilat nuk ekzistonin fare. 43 të tjerat prishur komplet nga rrëzuar në tokë dhe rindërtuar. Dhe pajisur me aparaturat fjalës fundit që nuk kanë ekzistuar fare më përpara. Çmimet e barnave 30% në tërësi më të ulta se sa në 2013. Ndini këtë? Sot që flasim. Sepse hoqëm komplet të vëshën e barnave. Dhe nga anë tjetër kemi dyfishuar fondin për barna dhe rimbursueshme, duke shtuar 200 medikamente të reja. Dhe janë 210.000 pensionistë, me shifra, me fakte, me lista, që përfitojnë 100% barnat rimbursueshme. Kjo është për gjithë ata që thonë po se nuk ju del për këtë, se ju del për atë. Pa tjetër që pensionet janë shumë të ulta dhe ky është i problemi madh dhe ky është problemeve që duam të adresojmë një mandat në 4, por ama 100% barnat rimbursueshme për 210.000 pensionistë. Ka dhe të tjera që mund të them se pagat e mjekëve të infermierëve të tjerë, por po të them diçka është që në mandatin e 4 ne do të përmbyllim transformimin epokal të shëndetësisë duke përmbyllur transformimin epokal të qendrës spitalore universitare në Tereza. E di çfarë do bëjmë të qendrës spitalore universitare në Tereza dhe jemi në proces. Kemi hedhur bazat. Do të marrim një qendër ekselence europiane. Nuk them ende emrin, por e dim shumë mirë se kush është. Dhe do të bëjmë administrimin e qendrës spitalore universitare në Tereza me atë qendër ekselence europiane. Dhe do të ndërtojmë këtu, do të sjellim këtu si pjesë të kompleksit universitar, një nga universitetet më të mira të Europës në mjekësi, që do ta bashkojmë me universitetin tonë të mjekësisë. Dhe në Shqipërinë e 2030-s, do të kemi një destinacion për shërbime shëndetësore dhe kurime e ndërhyrje kirurgjikale nga më të mirët e Europës. Prandaj rikëtu unë, prandaj jam i pangopur me progres, me ndryshim.